Përshëndetje edhe për ju në studio, po detyrohemi me folë ndoshta me zë me tullt për shkak të respektit, për shkak se aktualisht po bëhet një mbledhje komemorative në nderim të Haxhi Thaqit, babait të ish-presidentit Thaqi, nga ora 9 deri në orën 12 në sallën e shtëpisë tonë Skanderaj. Qindra mijëra shtetarë kanë shprehur ndëshkime për familjen ngushtë, sigurisht ka qenë edhe arkivoli i babait të Thaqit i vendosur në stallë dhe familjarët që kanë pritur kanë përcjellur qindra mijëra njerëz për ngushëllime, ka pas shtambatorë i Shqipërisë bashkë me përfaqësues të qeverisë së Shqipërisë, ka përfaqësues politik kryesisht nga Partia Demokratike e Kosovës, ka fytyra të rëndësishme publike dhe pasi që të përfundon kjo mbledhje komemorative nga ora 15 në varrezat e fshatit në burojt të Skanderajt do të kryhet edhe ceremonia varrimit. Për të folur shkurtimisht në raportin me Thaqin, në raport me situatën si të ndodhet, pra tashmë është e sigurt se zotëri Thaqi nuk do të jetë i pranishëm në varrimin e babait të tij. Është Bajrosh Xhemali, sekretar për politika programore në PDK, ish kryetar në Ferizë dhe një person i cili të paktën zotëri Thaqin e një, mund të them që nga koha e paraluftës. Zotëri Xhemali, faleminderit për kohën dhe mundësinë. Si është në situatën e Thaqit? Këtë rast ka rastëdhënie në familje dhe nuk po lejohet pjesëmarrja. Këto ju keni qenë kaluar edhe i burgosur politik, ndonse krahasimi nuk u bën në kontekst të situatës së burgosjes, po bëhet në kuptimin që ke familjar të smur, lejosh 2-3 ditë para se të des të vijë për vizitë, sot nuk është varrën çfarë ndjesi është. Po unë mendoj se është shumë moment i rëndë jo vetëm për familjen Thaqi, po për krejt popullin shqiptar, se shihet nga kjo mbledhje komemorative që kanë ardhur nga gjitha anët e shqiptarisë këtu në këtë mbledhje, po edhe për të bërë homazhe për babain e presidentit Thaqi, Haxhiut, i cili vërtet ka bën një jetë shumë të ndershme, një jetë e cila ka qenë fort e rëndë, që ka punuar natë e ditë që me ngrit këtë familje në mënyrë më të ndershme, me djers, me punë të vazhdueshme, dhe ka rritë që edhe t'i shkolloj, po edhe t'i edukoj, dhe vërtet me mësimet e tij, me punën e tij, do thot ka kriju një familje shumë ndershme që i ka dorë Zoti dhe në moment më të rënda. Nëse keni pas rastin me zotin Thaqin, ndoshta ndonjëherë të vizitoni të bisedoni në aspektin personal me të, si themi, si ka qenë halli i tij në raport me familjen, për shkak që rrymtaria e tij fillon herë dhe sigurisht problemet në familje natyrshëm edhe me babain edhe me vëllezërit e tjerë kanë për shkak të forcave serbe, politikës serbe, distancimit, ndoshta edhe bastisive, arrestimeve të ndryshme. Çka thoshte Thaqi edhe çka e kujtohet të një histori para luftës kryesisht? Po familja Thaqi veprimtarinë e saj ka pas qysh herët, po me presidentin unë kam pas nderin të jem strukturat e hershme të Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës, dhe që atër jemi njoft, po edhe kanë pas një jetë shumë të rëndë si familje, për faktin se Tazon Ganiu e tash vetë presidenti në përburgje. Tash kur ka ndrujet Haxhiu, plaku, ai nuk është këtu dhe është shumë absurde që aq më tepër që një institucion që thirret në drejtësi e tjera mos ta lëshoj presidentin që të vijë dhe spokut janë lëmë të mirën e fundit në këto momente kur edhe po e varrosh. Megjithatë nuk është rasti i parë që ndodh kjo, nëse nuk gaboj ka qenë edhe zotëri Veseli që nuk është leju të vijë në varrim familjarëve të tij, edhe zotëri Gucari nëse nuk gaboj është leju 2-3 ditë me ardhmë ma vonë tek varreza, nëse nuk gaboj ka raste të tjera për gjykatës speciale. Si vlerësoni këtë çështje? Atë çfarë problematike është siguria dikujt të vijë në varrimin e familjarit babas në këtë rast? Jo, unë mendoj që nuk është kështu them fair për nga ona e drejtësisë ndërkombëtare që nuk di se çka i pengon që me ardh azon. Nuk ata dhe kanë kalu një kohë shumë gjatë në burg, se so vite po bon edhe tash mos me lonë në varrem, kjo është vërtet e pa precedent. Unë mendoj që është shumë e padrejtë.
E di që nuk i takon dikujt të themi të komentoj palën e tretë në aspektin personal, po ju s'dri thotë që besoj njeni kogja mirë dhe ka përjetu situata të ndryshme të vështira dhe kjo nuk do të jetë ndoshta as e para as e fundit. Po nuk është që nuk e përballon, se sigurisht që ai ka një karakter jashtëzakonisht fort. Është domthonë e ka dëshmuar në raste shumë trona vetë fakti që e ka kalu një luftë të tërë në udhëheqjen në luftës e tjera, ai ka një karakter të fortë dhe nuk është çështja aty se apo likështohet tema ashtu apo jo. Po është vërtet e pa imagjinueshme që mos të lejohet për faktin se nuk ka asgjë që mund ndikojnë në hetësinë cilën apo në gjykimin cilin po bëhet. Ato kanë kalu faza cilat domthonë të hetësisë të tjera, kështu që kjo është totalisht e panevojshme dhe pa drejtë. Zoti Xhamali, faleminderit shumë për kohën dhe mundësinë. Ju faleminderit juve. Atëherë ishte biseda me Bajrami Xhamalin, ish kryetari i Firizajt, pjesë e PDK-s që nga themelimi ndoshta një ndër personat e parë në Partinë Demokratike të Kosovës, një person që edhe para luftës për shkak të veprimtarisë ilegale, të asisëm ilegales politike, është njohur edhe me zotin Thashin personalisht, po edhe me familjen e Thashit, por aktualisht po vazhdon ndjedhja komemorative dhe nga ora 15 ashtu siç u thash në fillim, në varrezat e fshatit Burujdit bëhet varrimi i babait të ish-presidentit Hashim Thashi, zotëri Haxhi Thashit, i cili vdiq në moshën 86 vjeçare. Po, Lozan, faleminderit shumë për gjitha këto informacione dhe për intervistën që bëhet bashkë me zotin Xhamali. E kishim në lidhje të drejt për drejt gazetarin ton Liridon Lozanin nga Skënderaj, atje ku po bën homazhe për vdekjen e babait të ish-presidentit dhe ish-kryeministrit të vendit Hashim Thaçi. E tani